Opinionisti i njohur i Big Brother VIP Arbër Hajdari ka folur për raportet e tij familjare lidhur me shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ai tha se debatet më të forta i ka me maman për shkak të mospërputhjes së mendimeve për programin, megjithse shpesh gjejnë mirëkuptim dhe konsensus. Hajdari shtoi se bashkëshortja e kritikon her pas here, por zakonisht nuk ndërhyn në vendimet e tij. Ai përmendi edhe vajzën e tyre, e cila e ndjek nga ekrani dhe i tregon preferencat e saj të gjumit, duke treguar situata të zakonshme familjare që ndodhin përtej ekranit. Ai vuri në dukje se vetëm një edicion i Big Brother VIP nuk kishte moment ku të gjithë të kishin mendime të njëjta dhe aty kishte ndaluar diskutimet për programin me maman. Në një tjetër episod të fundit, Hajdari tha me humor se kishte fituar betejën e parë familjare, pasi vajza zgjodhi të ndiqte rutinën e tij për gjumin, duke treguar një moment të thjeshtë dhe njerëzor nga jeta e tij familjare. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.